Në Rjoll, banorët kanë vijuar në ditën e 37 të protestës kundër ndërtimit të resortit luksoz Blue Borgo, ndërtuar nga kompania Gener 2 e Bashkim Ulajt. Ata pretendojnë se toka ku po zhvillohen punimet me një sipërfaqe prej 146 hektarësh është marrë në mënyrë të palishme nga ish zyrtari i kadastrës Fatmir Shpellzaj dhe më pas i ushqit Ulajt, duke nxitur tensionet vazhdueshme mes komunitetit dhe investitorit. Për të siguruar qetësinë dhe për të shmangur ndërhyrjen e protestuesve në kantier, forcat e policisë kanë ngritur perimetër sigurie që rrethon zonën e ndërtimit. Ndërkohë, aktivistë të shoqërisë civile janë bashkuar me banorët duke shprehur mbështetje për të drejtën e tyre për pronësinë e tokës dhe duke kërkuar ndërprerjen e punimeve deri në vendimin e drejtësisë. Një nga banorët më aktive në protest, Luciana Kokaj, rikujtoi incidentin e përparshëm mes Shpellajt në Tiranë dhe kësoj rëndësinë e qëndrimit të komunitetit në mbrojtje të tokës së tyre. Nuk ka Fatmir Shpell që ka me gzu tokën tonë. Na kena shkuar për të bërë një ballafaqësim pasor të dokumentave, ndërkohë që Fatmir Shpellza na ka ngrit prit. Projekti i resortit parashikon ndërtimin e 33 godinave rezidenciale dhe një hoteli luksoz, por banorët insistojnë se punimet duhet të ndalen përkohësisht derisa gjykata të vendosë mbi pronësinë e tokës dhe legalitetin e dokumenteve të paraqitura nga investitori. Në këtë mënyrë, konflikti mes banorëve dhe investitorit vazhdon të mbetet një çështje e hapur, duke nxitur reagime nga shoqëria civile dhe duke vënë policinë në një pozicion të vështirë për menaxhimin e situatës.